goja dhe shpirti fjalë tjetër përveç kanabisit. Imagjinoni ju am tonë. Në një kohë kur ne kemi bim të mrekullueshme. Ne prodhimet më të famshme tona janë prodhimet e bimëve aromatike, janë bimt aromatike dhe eterovajore, më të pëlqyerat, më të preferuarat në tregjet ndërkombëtare. Kjo ne kupton që ne këtij sektori do t'i vëmë një rëndësi shumë të madhe. Thash, do subvencionohet fuqishëm i gjithë procesi, gjerë në eksport, do krijohen lehtësi të mëdha logjistike, të grumbullimit të këtyre bimëve. Do krijohen lehtësi të mëdha për industrinë e përpunimit të tyre në vend. E shtruhet çështja e tarifave, shumë e drejtë. Cili është qëndrimi ynë ndaj tarifave? Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa. Ne do i vendosim 0 tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifin e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Ne, po absolutisht, ne do bëjmë gjithçka me grante, siç thash, për çdo njësi i prodhimi. Dhe ato nuk do t'i merrni ju mbi bazën e burokracisë, me dokumentacionat më të thjeshta. Ju do merrni të gjithë mbështetjen bazuar në faturat që shqisni, bazuar në dokumentat që mbillni, bazuar në punën që harxhoni në proceset e trajtimit të këtij sektori. Shqipëria ka patur dhe ka institucione në këtë sektor, por ne do fuqizojmë krahas studimeve për bimt frutore, bimt e arave, krahas studimeve për bimt arrore, bimt e tjera, ne do të fuqizojmë shumë sektorin e studimeve të bimëve aromatike. Do të stimulojmë, do të angazhojmë forcat më të mira. Ekspertizën shkencore më të mirë në këtë sektor. Kudo e tha bukur nga kudo Shqipëria është me një pasuri të madhe natyrore në këto bimë. Kredi të buta në të cilat qeveria do mbuloj 80% interesit do ofrohen për ju sipas sektorëve. Për të gjithë proceset që nevojiten në këtë fushë. Ne duam ta bëjmë sektorin e bimëve eterovajore ta shumë fishojmë në prodhim, në të ardhura, në punësim, në eksport.
Ju keni bërë shumë dhe e keni bërë pa ndonjë ndihmë, pa ndihmën që meritoni. Injorimi juaj dhe injorimi në tërësi e eksportit nga kjo qeveri i ka kushtuar vendit një çmim më të shtretin, më të rëndin, çpunësim dhe largim të shqiptarëve nga Shqipëria. Ne do kemi një politikë shumë vendosur për popullimin dhe ripopullimin e Shqipërisë. Ne do bëjmë gjithçka që ata që u larguan dhe që në të shumtën punojnë sektor bujësie të kthehen të punojnë sektor bujësie në Shqipëri. Tu krijojmë ato subvencione, ato kushte që kanë në vendet ku punojnë, të vinë dhe të derdhin djersën e tyre në këtë vend, të ndërtojnë ëndrrën e tyre në këtë vend. Do përpiqemi të mbështesim edhe sezonalitetin. Sot, një punëtor sezonal është një punëtor shumë i pasigurt. Qoftë në sektorin tuaj, qoftë në turizëm, qoftë në çdo fushë. Shteti në bashkëpunim me ju do vendos disa paga bazë në mënyrë që punëtorët në periudhën që nuk kanë punë të marrin një shpërblim, një pagë bazë, të marrin minimumin jetik të azam ose edhe më shumë, dhe të mos largohen, por të qëndrojnë për të pritë sezonin dhe për të pritë kohën e punës. Pra,